financohet to 500.000 lekë ti se kur dali ky janë para, shumë para që i hidhen gjatë kohës fushatës. Më kupton? Do financohen njerëzit që do punojnë, që do dalin në terren. Nuk po them blerja e votës, se unë kjo blerja e votës në Tiranë mund të jetë fenomen e zem që mund të ekzistojë, por nuk besoj se është fenomeni thelbësor që deformon votën e metropolit, pra e kryeqytetit. Nuk e besoj. Po thoja për shembull që kanë dalë ta me thes me lekë që t'i blejnë vota. Jo, nuk është kjo. Por ama një fushat, tani ne e dim shumë mirë që nëse një kandidat i Tiranës dhe ti e di shumë mirë, një deputet, i duhen 3 milionë euro për dalë deputet. E kuptoni tani për kryetarin e bashkisë janë. Jo, supozo që duhet nxjerrësh 38 veta deputet, pa e bëjmë llogarin. Po, në 38 veta deputet. Po. Sa e kanë kuota Tirana? 38 deputet. Pra nëse deputet është 3 milionë euro, po të simet logjik shkojmë te 100 milionë euro e më shumë. Problemi është se besoj se në fushat, në gjithë, për të rafur gjithë zonën, për të bërë gjithë të betej, që është duhet pak në 50 milionë euro. Për të pasur mediat që të suportojnë dhe të nxjerrin çdo lloj kalimin në garë, gjithsa nga shtëpia. Vetëm karburant që do lëvizin e do vinë është. E dyta po, vetëm infrastruktura logjistike, njerëzit që do paguhen, zyrat që do hapen. Takimet që do bëhen. Në këto takime do pijet. Ore muzika, pa muzika, jo. Njerëzit që kanë influencë në për zona caktuara për shkak të fisit, për shkak të pozicionit, për shkak të fuqisë financiare, duhet të ushqehen, duhet të suportohen në mënyrë që fillojnë të lëvizë kjo makineri dhe të sillen njerëz. Por ajo që mua më bën përshtypje është kjo, sepse njerëzve i ushqehet një ide shumë e thjeshtë nga mëngjesi në darkë. Këta fitojnë se kanë përballë një person i cili është shpallur non grata, ky person i shpallur non grata ka zgjedhur disa njerëz të cilët nuk janë të votë besuar dhe kjo është arsyeja pse fiton Rama. Se kjo është diskuri, domethënë kaq shumë është kurrë dhe kaq shumë është tezzuar. Edhe për ditë ushqehet me këtë që shiko sepse po iku ky bie Edi Rama. Ndërkohë s'është e vërtetë Edi Rama nuk bie as arrestohet Arben Ahmetaj. Po. Edi Rama nuk bie as arrestohet ndaj drejtor. Edhe këto më jepet si trofe që shko se ç'bën drejtësia. Edi Rama ndoshta nuk bie edhe po të arrestohet Edi Rama. Vet, bravo. Edi Rama nuk është një person. Në qoftë se po flasim gjithmonë sipas kushtetuta, më falë një pyetje me që sa vetë torive që ngrihen publikisht, kushtetuta e ka që kryeministri po ishte në punë. E ka kushtetuta që kryeministri po ishte në punë për 3 muaj ose 6 muaj. Duhet shkarkohet. Shumë e bukur, dhe s'smet njëri me këtë. Duhet e mat njëri sa shkon sa herë paraqitet në punë. Dhe realisht është eficient ku shkon punon, se mund shkoj punë, mund bëj aeroplana me letër edhe që i gjuan. Vizaton një për çfarë? Ose munduajmë atë koshin që ka treguar kur takoj atë vrapistin, Speedin, që është ai një personazh të YouTube-it që shkon. Por që vizaton, këtë e dimi. Po dhe që ka talent e dim, sepse fakti i shitjes pikturave. Unë nuk e vlerësoj dot smarrvesh, nuk jam kritik arti te kjo pjesë, po unë jam shijues në konceptin që diçka që më pëlqen, them është e bukur dhe e shijoj më pëlqen. Ato të Ramës nuk janë stili im, laps kryesisht. Edhe nuk e kuptoj, me thënë të vërtetën. Pëlqen gjëra që shumë. Po. Po, thojnë që është i mirë atë punë që bën. Unë mendoj që Edi Rama ka shumë talenta. Një talent për shembull ka qenë që është publicist shumë i mirë. Dhe kanë treguar artikujt e vet publicist. Po. Patjetër. Që nga letrat nga Ferri, që ishin të famshëm me zotin Gjela. Ina i Qibrekët. Po. Atë kam atë, Ina i Qibrekët, atë kam më të famshëm. Si ka qenë kjo Ina? Shoqe bankës, e kishte shoqe banka, shoqe klase, pse më e men tani, po kështu gjithë ideja, nuk më kujtohet, po kam lexuar disa herë. Ideja është që shkronte për një vajzë që e idilizonte, kupton, edhe nuk e mbaj mend se si ishte muhabeti Ina i Qibrekët, pa ishte titulli. Më pas e kemi parë talentin e tij. Ato ta lexoj, edhe si për publikun. Ministër, e kemi parë talentin si kryebashkiak. E kemi parë talentin si çirrus të hapësirave publike nga kioskat e nga ndërtimet pa leje, po e kemi parë talentin e tij dhe si zaptus nëpërmjet lejeve ndërtimit të hapësirave publike dhe të parqeve. E kemi parë talentin e Edi Ramës si mjeshtër për shkruajtur libra në një periudhë kur humbi zgjedhjet e Bashkisë Tiranës dhe tregoi se si u bë kurban karriera e tij për interesa okulte dhe më pas si ky kurban ia vleti sepse në 2013 mori pushtetin. U pas ai ishte fuqia e votave të Edi Ramës në 2013 kur u deshë të bënte koalicion me Ilir Metën në mënyrë që siguronte mazhorancën e mundshme dhe më pas është parë i gjithë konsolidimi i fluksit të interesave me të gjithë botën ekonomike, financiare, oligarkike, po ashtu dhe me grupet të tjera interesi, deri aty sa disa funksionarë të tyre cilësohen edhe si eksponent krimi,
për të mbajtur si pushtet. Dhe gjithë kjo analizë çfarë ndodh? Thjeshtohet duke u marrë thjesht si një përplasje politike midis PD-s dhe PS-s, edhe gjen arsyet vetëm në kuadrin politik. Mbyll syt, shoh inën. Edhe shumë që ndodhin këto fenomene si me aeroportin. Mbyll syt, shoh inën. E ne i them Ina. Ina hiqi brekët. Punë minutash jam parajs. Po ty si të vjen, mu tha për shtyma në gojë, teksa përfituar me llaftar shoqen time të bukur që zhvishen në urdhat e Mehmetit e gërsuar që i tunte para syve një shkop. Profesori. Me gjysmë zër ju përgjigja, edhe mua. Mirë, ju përgjigja i lumtur, sepse më në fund do të zhbëhej misteri që më kishte torturuar gjatë gjithë natës e që më kishte bërë të bija në ëndër me grushta e shilme në një karrige duke u lërirë. Ina hiqi brekët. Zhvishu Marieta, zhvishu Semplase, zhvishu shpirt ti im, lene lalin të shofi pak gjoksin e bukur si gjyle, hiqe tutën zemër, hiqe shpirt. Mos ki turp jemi vetëm fare, lene lalin të apreki pak kofshën e bardhë. Nuk e di. Ina i shqibrejt, kjo është nga pjesët e... Talent, është talent. Kurse mu që nanën atë kohë, tregon të edhe kush ishe vajza që Rama i dedikoj, pra ka qenë personazh Alina, që Rama e ka... Personazh publik. Ja, publik ma e ka shoqe klase që Rama e ka idealizuar ose idilizuar, e ka dashuruar si kështu dashuri platonike, si thuash. Po. Unë e kam pas të plotë, po nuk e gjej dot. Mendon që aeroporti, pra situata në aeroportin e Vlorës, do ketë zhvillime të reja, qoftë në pasojë ligjore, qoftë në publikim dokumentash dhe interesash okulte, apo mendon që do jetë një fiasko e cila shumë shpejt do shpërbëhet? Do me ndërhyrjen e shtetit, do gjehet një zgjidhje përmes kompanive që ne s'kemi për ta marrë vesh. Dhe besoj se të gjitha palët do ngelen të kënaqur